Shkodra vion të mbetet një nga pikat më të forta të turizmit shqiptar, duke tërhequr gjithnjë më shumë vizitor. Sipas një studimi të AirDNA, kompani që analizon të dhënat për akomodimin për një periudhë 12 mujore, të mbyllur në mars të vitit 2026, Shkodra ka regjistruar rritjen më të lartë të normës së përnotimeve. Edhe sipas të dhënave që ka Drejtoria e Turizmit në Bashkinë e Shkodrës, ky vit ka shënuar një rritje prej 25% krahasuar me vitin 2025. Statistikisht, me në qëndrimet nga viti kaluar me këtë vit deri në fund të majit, janë 25% më mirë këtë vit. Që do të thot edhe kjo 25% do të thot që kjo janë shtu, po të themi ne, edhe në qëndrimet, sepse duke pas parasysh thethin, lumin e Shalës edhe qytetin me gjithë historinë edhe kulturën që mbartë, është shtuar numri i në qëndrimeve të këtyre turistëve. Pra, Shkodrës po i zërohen pika turistike që krijojnë një autenticitet dhe krijojnë një eksperiencë të veçantë për çdo turist. Fluksi kryesor me fillimin e sezonit turistik është në Velipoj. Por Shkodra ka dëshmuar që pothuajse në gjithë muajt e vitit ka një rritje të konsiderueshme të turistëve. Kryesisht këtë periudhë është pjesa e Velipojës që mbart numrin më të madh të turistëve. Nuk mbetet mbrapa me thethi, që do themi ka rritje çdo vit të rezervimeve dhe të nëqëndrimeve në theth. Qyteti numrin e rrit çdo vit, por është një rritje e konsoliduar tashmë. Në bazë të dhënave, rezervimet masive të turistëve tashmë fillojnë që në muajin prill.